Dhe kjo është luftë e vërtet për vlerën më themelore të lirisë, që është vota e lirë. Besoj se bijem dakord për këtë. Shkruar nga Mero Baze. U bëra kurios të shihja çfarë shkaktoi tërmetin elektoral në Fier dhe Elbasan. Nga një vështrim i shpejt i votave për Partinë Socialiste deri në këtë moment, pa votat e Greqisë, rezulton se në Fier Partia Socialiste ka marrë 97.000 vota nga 91.500 që kishte marrë në vitin 2021, ndërsa në Elbasan ka marrë rreth 80.000 vota nga 76.000 që kishte në 2021. Në shifra, rezultati për socialistët është rritur shumë pak. Me një rritje afërsisht 6.500 vota në Fier, socialistët kanë shtuar 3 mandate, ndërsa me një rritje rreth 4.000 vota në Elbasan kanë shtuar 2 mandate. Ky është efekti formulës së ligjit elektoral për partinë e parë, kur ka përballë shumë faktorë elektoral që nuk arrin të realizojnë mandat. Por më kryesorja në këtë trend është shkatrimi i Partisë Demokratike dhe berishizmi. Për të gjithë ata që thonë se Partia Socialiste ka bler vota, shifrat janë kokëforta. Socialistët kanë ngritur një mur që mbron 800.000 votat e tyre dhe rinë sipër bedenave. Kaq bëjnë, nuk kanë punë me votat e të tjerëve, derisa ata janë të bashkuar dhe patronazhojnë votat e tyre, kushdo përballë duhet t'i përgjigjet me të njëjtën mënyrë. Këto i ka bërë Belinda Balluku. Opozita përballë socialistëve jo vetëm që nuk arriti të bashkohej, por edhe partitë e reja nuk arritën të bëhen bashkë me njëra tjetrën, pasi në fakt nuk përfaqësojnë të gjitha ndonjë gjë të re. Dhe për ta kuptuar më qartë se çfarë ka ndodhur në gjithë epokën e qeverisjes socialiste, mjafton të kujtojnë se ata sot kanë fituar të vetëm 83 mandate. Ajsa fituan bashkë me LSI në 2013, ndërkohë që tani LSI është me Partinë Demokratike dhe kanë bashkë 50 mandate. Është shumë e thjeshtë. Është shtukur nga skena politike LSI dhe Berisha ka bërë aleancë me një parti fantazëm që e mashtroi dhe i mori 4 mandate. Që të mundet Partia Socialiste përballë tyre duhet një lider, një koalicion, një ide, të gjitha të dezinfektuara nga berishizmi. Kur ta kenë atë, do të kenë dhe fitoren. Mirë është në dorë të Zotit të lanë vetëm Berishën, jo opozitën.